E janë të përgatisim bashk darkën e Shën Valentinit në shtëpi, 9.000 lek me produktet që bleva në Spar. Pasi krijova menun për këtë darkë, shkova direkt në Spar për të blerë gjithë përbërësit që më duheshin, duke qenë se pjatat nuk janë të komplikuara, secila ka nga pak përbërës, për më tepër që nuk ju shkon as shtrenjtë nëse përfitoni nga super ofertat e javës në marketet Spar fizikisht dhe online. Pastaj shkova në shtëpi me gjithë gjërat që kisha blerë. Ky momenti i shpaketimit është kënaqësi më vete. Për ëmbëlsirë unë zgjodha një tiramisu në formë zemre, e cila përgatitet shumë lehtë dhe jam i sigurt që të gjithë mund ta bëni me një shije fantastike. Mos të flasim për pamjen që duket kaq bukur. Si antipast zgjodha që të bëja ca tacos me mish pule, që edhe këto kanë shumë pak përbërës dhe përgatiten shumë lehtë, dhe pjata kryesore ishin pasta me vodka. Nuk e kisha provuar t'i bëja ndonjëherë, ama rezultati doli me të vërtet shumë i mirë dhe duhet se s'bën t'i provoni. Si pije shoqëruese për këto pjatë